Përshëndetje nga sofra shqiptare, sot mu të radashura me ju do ndaj recetën e patatëve të mbushura me mish të bluar dhe orez. Përgatitja është shumë e thjeshtë, bëhet një darkë apo një drekë shumë e shishme. Besoj t'ju pëlqej receta, kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim përgatisim mbushjen e patatëve. Këtu kam 2 qepë të cilat i kam coptu më parë për arsye kohe dhe ja shtoj 1 filxhan me vaj. Dhezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgoj qepët derisa të fillojnë që ta marrin një ngjyrë kafe të hapur, kështu duke i përzier vazhdimisht. Qepët janë skuqur mjaftueshëm, tash shtojna mishin e bluar, këtu kam 400 gram me mish blu. Dhe kështu do e fërgoj për 4-5 minuta derisa mishi si largohet kjo ngjyra e kuqe. Qepët dhe mishin i kam fërgu dikon për 5 minuta, vërehet mirë se mishit ju ka larguar ngjyra e kuqe. Tash ja shtoj një gotë të çajit me orez, cilin e kam larë më parë dhe e kam pastru. Ja shtoj kështu një tas me perime të përzira. Gjithë motra që më ndjekin vazhdimisht e kanë parë kur i kam bërë në ngrirje, kur kam bërë ruajtjen e perimeve për dimër, kurse ju mund t'i shtoni ndonjë perim të freskët ose nëse keni në ngrirje, pa problem mund t'ja shtoni, ndonjë domatë apo spece, varet se çfarë ju qëllon, dhe melmeza, një lugë gjelle me biber të kuq, një lugë gjelle me vegetë, një lugë të mesme me biber të zi dhe gjysmë lugë të mesme me hudhër të bluar. Hudhër mund t'i shtoni dhe hudhër të freskët, nëse doni, dhe kështu masën e përzi për 5-6 minuta në temperaturë mesatare. Kam fërguar masën dikon rreth 7 minuta në temperaturën mesatare dhe mbushja e patatëve është gati. Pasi kemi përgatitur mbushjen, marrim patate. Unë këtu kam dikon rreth 1 kg 800 gram me patate, të cilat ju kam largu lëvorën më parë për arsye kohe. Patatët duhet që jenë të llojit kështu të vegjëla, nuk duhet që të jenë të mëdha, dhe fillojmë që të bëjmë gryrjen e patatëve. Kështu me një majë thike formoj vrinj në mes të patatës nga njëra anë, pra e formoj një vrinj të madhe që mund ta bëjmë mbushjen. Kështu në këtë mënyrë do e grijmë patatën deri në fund. Shumë lehtë bëhet gryrja, vetëm se me majë thike, nuk ju merr shumë kohë. Bëhet një drekë apo një darkë shumë e shishme, të cilën mund ta pëlqejë çdo kush. Kemi bërë gryrjen e patatës, siç e shihni kam formuar një vrinj të madhe dhe patatët i kam vendosur kështu në ujë që mos të nxinë, kurse në ujë do jesin në këtë ngjyrën e mëparshme. Harrova që të cek dhe nga pjesa e poshtme ja largojmë kështu një pjesë, e bëjmë patatën të rrash që të rrijë drejt në tepsi. Në mënyrë të njëjtë do veproj me gjithë patatët, duke bërë gryrjen nga njëra anë dhe duke i rrafshuar nga tjetra anë. Vazhdojmë tutje me gjithë patatët tjera.
Kemi bërë gryrjen e gjithë patatëve, ju kam largu ujin, tash do filloj që të bëj mbushjen. Monte një luke, i mbushim me harxhin e përgatitur gjithë patatët tek brima e formuar. Mbushi gjej në gryk. Besoj se është mirë dhe i vendosi në një tepsi të lyer me vaj, pasi e kam bërë rrafshimin e patatëve nga pjesa e poshtme, shumë mirë rri në tepsi dhe kështu në mënyrë të njëjtë do i mbushi gjithë patatët tek brima e formuar. Kemi bërë mbushjen e gjithë patatëve të gryera. Vetëm edhe pak na nevojitet të kjo. Kemi vendosur në tepsi, kemi formuar një formë rrethi nga gjithë patatët dhe e vendosi kështu. Besoj se është mirë, tash marrim pjesët e patatëve të gryera, nuk i hedhim tek harxhi apo tek mbushja dhe e përzijim tash me mbushjen. Patatët i përzijim me mbushjen. Munduhem që mbushjen ta përhapi nëpër të gjithë patatët e caktuara. Kam përzier mirë masën, tash e vendosim në mes të tepsisë. Kështu, e hedhim të tërën. Vërtet bëhen shumë të shishme. E hedhim të tërën me një lugë të madhe, më lart do e keni që ta hedhni në tepsi. Pasi e kam hedhur mbushjen me copëzat e patatëve në mes, atëherë do e përgatis një lloj salce që t'ju hedhi patatëve që më të shishme të bëhen gjatë pjekjes dhe mos të ngelin të forta në pjekje. Këtu kam dikun rreth 200 gram me salcë tomatësh, ja shtoj 250 ml me ujë, shtoj pak kripën do e shtoni sipas dëshirës, një lugë të mesme me oregano dhe do ja shtoj pak vaj, dikun rreth gjysmë filxhani dhe e përzij mirë masën. Kam përzier mirë masën, tash e hedhi në tepsi. Pra përgatitja është e thjeshtë, mund ta bëjnë dhe fillestarët. Këtë mënyrë të gatimit e kam mësuar nga nëna ime, ajo e përgatit shumë shpesh, vërtet bëhet shumë e shishme. Dhe sipër ja vendosim një letër për pjekje të lagur me ujë. Mundohemi që ta mbulojmë çdo cep të tepsisë. Dhe tepsien e fusim në furrë të nxehtë 250 gradë për 40 ose 50 minuta, duke kontrolluar se a janë të pjekura mirë patatët. Tepsien e kam largu nga furra, e kam majt në furrë për 60 minuta, kam kontrollu patatët, janë të zira, i loj pak që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Patatët janë ftohur pak, janë gati për konsumim, i largojna 2-3 patate dhe t'i shihni se si kanë dalur. Ja dhe si duket, ja dhe mbushja në mes. Vërtet, shumë mirë kanë dalë. Besoj nga salca mund të hedhni, është shumë e shishme. Ja si duken, ta ndaj një në mbrenci dhe ta shihni se si ka dalur.
Ja, dhe si duket më mbrëmësi patatja. Besoj si u ka pëlqy motra dashura se si përgatis unë patate të mbushura me mish dhe me orez, gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, kurse ju motra që më jepni përfimin e recetave më përkrani vazhdimisht në video, ju falinderit, i mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.